për shumë. Atitat tashmë prej 3 vitesh përfaqëson interesin ekonomik të 220 anëtarëve, duke qenë aktiv në të gjithë sektorët e tregut shqiptar. Pas takimit të suksesshëm mbar kombëtar të biznesit të mbajtur një vit më parë, ku të pranishëm ishin biznese nga Shqipëria dhe Kosova, këtë vit vjen me njërisi, duke zgjeruar kufit me përfaqësues të bizneseve nga Maqedonia dhe Malizi. Shkëmbimi i eksperiencave të larmishme të shtrira në 4 shtete është një avantazh i padiskutueshëm në këtë rrugëtim të përbashkët. Me intensifikimin e këtyre kontakteve, synojmë të vendosëm baza të forta për një ekonomi vitale, të denjë për të konkuruar në tregjet ndërkombëtare. Sot, 200 kompani të ftuara nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi do të kenë mundësinë të kontaktojnë me mbi 200 biznese nga Shqipëria në kërkim të bashkëpunimeve të mundshme, zgjerimit të tregut të prodhimeve dhe shkëmbimi i eksperiencave reciproke. Takime të tilla që mbledhin bashkë biznese nga sfera shqiptare në rajon apo nga albanosfera, i shërbejnë shtimit të vlerës së bashkëpunimit tregtar dhe vendosjes së marrëdhënieve të mira dy palçe dhe shumë palçe. Ky është biznesi që ne na çon më pranë praktikave dhe modeleve europiane dhe njëkohësisht ky është biznesi ndaj cilit ne kemi detyrimin për të ofruar një terren sa më të ndershëm të bërit biznes dhe njëkohësisht të ofrojmë lehtësi dhe mbështetje që ky biznes të zhvillohet në partneritet dhe jo në kundërshti me qeverinë. Si një përfaqësues le themi politikës shqiptare apo i parlamentit shqiptar, kam disa vite që e ndjek nga afër punën e Atitat dhe sinqerisht, fare sinqerisht do të thëjë që ndjehemi surprizuar. Ndjehemi surprizuar për punën e madhe që bëni për të organizuar veten tuaj në këtë komunitet dhe në këtë dhomë tregtie. Ndjehemi surprizuar për një numër kaq të madh biznesesh që janë së bashku në një përpjekje të përbashkët. Ndjehemi surprizuar për moshën e re që janë gjithë grupi biznesit në organizatën tuaj, që dëshmon për një energji të madhe që keni dhe një aftësi të madhe organizative. Suksesi juaj padyshim që është i të gjithë shqiptarëve, suksesi juaj padyshim që është krenari për të gjithë ne.
gati këtë, nëse e vërë. Lakshti edhe Po drurin nga me. pak më shumë ose dikën me koordinuar në një Përmjet zgjuarjes nacionale. po, ky është Sonte është një nder dhe kënaqësi që të përshëndes në emër të Acitat të gjithë pjesëmarrësit në këtë ditë të veçantë që bëri Tiranën dhe Acitat vatër të një aksioni unik, të parin e këtyre përmasave, që na imponohet të punojmë të mos jeti vetmi. Organizimi i sotëm nxori në pa potencialin e fjetur dhe na mundsoi të kuptojmë se nëse vihen në lëvizje mekanizmat e duhur, mund të arrijmë shumë së bashku. Ndaj, ne si Acitat jemi të lumtur për realizimin e këtij takimi dhe shprehim vendosmërinë tonë për të kontribuar në shembjen e barerave imagjinare dhe reale. Dua të përgëzoj dimensionin mbar kombëtar të këtij eventi, i cili nuk është i pari, edhe me sa duket edhe për nga numri i pjesëmarrjes dhe intensiteti i takimeve të shumta që ka patur sot, premton që do të jetë një traditë e qëndrueshme dhe me histori suksesi. Takimet e këtij formati që bazohen në mënyrë shumë praktike tek forumet business to business, jam i bindur që do t'japin produkte të suksesshme, të cilat duhen përshëndetur dhe natyrisht duhen mbështetur dhe nga institucionet publike, qeveria shqiptare. Faleminderit. Çmimi për gruan sipërmarrëse i jepet sonte zonjës Valbona Begolli, e cila me punën e saj vizionare në krye të Alpastrim drejton sot një kompani të re
por shumë dinamike, e cila operon në gjithë territorin e Shqipërisë. Çmimi për përgjegjësinë sociale i jepet zotit Vullnet Haka, drejtori i përgjithshëm i Everest IE. Çmimi për investitorin e huaj, i pasqyruar nëpërmjet një investimi besnik dhe i gjatë, me impakt të fortë shoqëror dhe profesional në vendin tonë, i jepet kompanisë Makaferi Balkans. Çmimi i nderit si përfaqësues i gjithë biznesit shqiptar të Kosovës, i jepet zotit Alajdin Fusha, administrator i ABI SHPK. Çmimi i nderit si përfaqësues i gjithë biznesit shqiptar të Maqedonisë, i jepet zotit Menderes Kuçi, administrator i ARP Komerc. Çmimi i nderit si përfaqësues i gjithë biznesit shqiptar të Malit të Zi, i akordohet zotit Nazif Cungu, administrator i Cungu & Company.